Të në rrugicat e qytetit tim, rrugë të cilat i ka markuar plot dashni dhe plot pasion për garën më kuptim plot të herojve të Adeut që zhvillohet në datë 5 maj. Së bashku me shokët e mi të Maraton Albanias, të cilët kemi krijuar një tradit, respektin rreth parë, mirënjohje për gjithë ata që dhanë jetën për lirinë e Adeut. Në një dimension sportiv jemi munduar të bëjmë më të mirën nga ana jonë për të nxjerrë realisht një garë trail nga këto kodra, nga këto vende fantastike ku një pjesë e jetës time ka kaluar pikërisht këtej. Për ditë këtej duke njohur çdo plomb, tokë dhe shtek të këtyre kodrave. Po ju servir në një nga pjesët më të bukura. Të kaloni një ditë të bukur, një ditë të qetë dhe pa diskutim të riktheheni në këtë vende ku shenjat flasin vetë, ju tregojnë rrugën, ju çojnë madje deri në lumin Erzan. Për çdo gati 30 metra dëgjoni një shenjë si kjo. Por, përveç saj do të keni dhe një shenjë si kjo, që dhe nata sikur t'ju zjari rrugëve, në momentin që këtu bie drita, kjo ndiset dhe bëhet zjarr. Pra, nga ana teknike, është një garë që ka standardet më të larta. Ndiqni shenjat, ndiqni pasionin dhe klikoni Maraton Albania për të qenë më pranë natyrës, në sport, me adrenalin